Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastahdihi wa nusalli wa nusallim ala ashrafil khalq wa akramir rusul man bu'itha rahmatan lil alamin Ashhadu an la ilaha illa Allah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم سبحانه وتعالى فلندرين أتى مذرين فريتين ديه ممشير udhëzim dhe falje kërkojmë Bi pejgamberin ton, Muhammedin, salavatet më të përzgjedhura I dërgojmë dhe dëshmojmë se nuk ka Zot tjetër të vërtet, përveç Allahut. Dhe dëshmojmë se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe I dërguari I Tij. Allahu e dërgoi me shpatin e fundit, Kur'anin famëlart, udhërfyes për jetë të lumtur në këtë botë dhe udhërfyes se si ti fitojmë shpërblimet e Allahut të pafundta në botën e ahiretit, në xhenetet e Tij të larta. Fjalët më të vërteta janë libri I Allahut. Udhëzimi më I mirë është suneti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Të vëllezër, elhamdulillah, Allahu na mundësoi arritjen e muajit të bekuar të Ramazanit. Kjo është një begati shumë e madhe, për të cilën duhet të falenderojmë. Dhe dietarët kanë thënë, falenderimi më I mirë për begatit e Allahut është bindja ndaj Tij, që t'i bëjmë itaat, t'i përulemi dhe ta madhrojmë Allahun xhalla shanuhu wa xhalla xhelaluhu. Sot do të ndalim vetëm tek dy fjalë prej fjalëve të Allahu subhanahu wa ta'ala, prej këtij libri madhështor, Kur'anit famëlar, me të cilin njeriu I është treguar rruga drejt xhenetit dhe I është treguar rruga e gabuar të cilën nuk duhet ta ndjek drejt xhehenemit. Allahu subhanahu wa ta'ala, kur mushrikët e Mekës kërkuan prej Muhamedit sallallahu alaihi wasallam mucize të shumta që ta vërteton se është I dërguar I Zotit, ja shpalli këtë ajet duke thënë awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitab yutla alayhim inna fi dhalika la rahmatan wa dhikra liqaumin yu'minun. A nuk ju mjafton atyre që ne ty ta shpallim librin? Çfarë libër është ky? I cili u lexohet atyre. Mrekullia më e madhe Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, mucizja më madhështore ka qenë libri I Allahut, të cilin ai ua ka lexuar njerëzve që kanë qenë më eloquent, njerëzit që janë dalluar me mënyrën e lartë të shprehjes, se gjuha arabe është gjuhë e pasur, dhe me qenë orator, me qenë fjalmir, në gjuhën arabe ka qenë me të vërtetë një mjeshtri. Dhe me këtë Kur'an Allahu I ka sfiduar njerëzit dhe xhinët dhe ju ka thonë se nëse keni mundësi, silleni qoftë edhe një sure që t'ju ngjan fjalët e Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj nëse kërkoni mrekulli, nëse kërkoni udhëzim, nëse kërkoni mëshirë, nëse kërkoni ta gjeni rrugën drejt xhenetit, lexojeni këtë Kur'an me vëmendje dhe merrni mësime nga ky Kur'an me të cilin Allahu na ka nderuar. Një prej veçorive dhe mirësive që I ka ky muaj I bekuar I Ramazanit ose në këtë muaj ka filluar shpallja e Kur'anit. Shpallja e Kur'anit, huden linnas, që është udhëzim për njerëzit, wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Edhe janë argumentet e qarta të udhëzimit, shenjat në rrugë që na e tregojnë rrugën drejt kënaqësisë së Allahut. Edhe në këtë Kur'an do ta gjejmë atë që e ndan të vërtetën nga ajo që nuk është e vërtetë, të mirën nga e kota. Prandaj, të nderuar vëllezër,
kur flet për agjerimin e Ramazanit, ky Kur'an, ky libër madhështor, i cili është rahmet dhe përkujtim për popullin që beson, thot: Ja eyyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju që keni besuar, thënë ashabët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kur ta ndëgjoni këtë thirrje, o ju që keni besuar, duhet të ndalemi dhe të dëgjojmë me vëmendje, sepse ose është ndonjë hajër që urdhnon Allahu, ose është ndonjë sherr nga i cili paralajmëron Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xhelaluhu. U është bërë obligim agjerimi. Çfarë është agjerimi? Dhe cili është realiteti dhe esenca e agjerimit, dhe të flasim në hutbën tjetër. Por këtu e përmendim vetëm sikur ibadet si një shtyllë për shtyllave të Islamit që është bërë obligim për besimtarët, ashtu si ka qenë obligim edhe për popujt para neve. Dhe qëllimi i këtij agjerimit është la'allakum tattaqun, që ju të arrini devotshmërinë, të arrini afërsinë pranë Allahut, të arrini largimin prej shejtanit të mallkuar, të arrini kënaqësinë e Allahut, të arrini të fitoni shpërblimin dhe xhenetet e Allahut xhalla shanuhu wa xhalla xhelaluhu. Pastaj thot: ayyaman ma'dudat. Këto janë dy fjalët tek të cilat duhet të ndalemi. Duhet të ndalemi dhe të mendojmë mirë çfarë ka dashur me thënë krijuesi jon, Zoti i tokës dhe i qiejve, duke na thënë ditë të numëruara. Ditë të numëruara. Dietarë të cilët e kanë lexuar dhe kanë medituar rreth Kur'anit dhe kanë nxjerrë shumë porosi të cilat ne si besimtarë duhet i pranojmë. Çështja e parë që duhet ta marrim si mësim është se ky ibadet që neve ndoshta duket i vështirë, në veçanti në ditët e verës, kur duhet të agjerojmë, të mos hajmë, të mos pijmë, dhe të largohemi prej kënaqësive që na i ka leju Allahu për një kohë të caktuar, nuk është për te i mundësive tonë. Përkundrazi, Allahu në Kur'an thot: La yukellifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allahu nuk e ngarkon, nuk e detyron robin e tij me diçka që është për te i mundësive të tij. Prandaj, këto ditë janë ditë të numëruara dhe kjo është një ibadet i lehtë, edhe pse dikush mundohet me tregu si një ibadet i vështirë. Nëse ndalemi dhe mendojmë se një muaj për një kohë të caktuar, 12 orë nuk guxojmë as me hangër, as me pi, as me ju afru bashkëshorteve tona, ju duket diçka e rëndë, por e vërteta është se ky është një ibadet i cili është i lehtë, dhe për këtë ibadet të lehtë Allahu subhanahu wa taala ka përgatitur shumë shpërblime dhe po ashtu ka caktuar edhe lehtësime. Duke folë për këtë thot: "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra." E kush nga ju është i sëmuri nuk e ka obligim të agjerojë. Dhe kush nga ju është në udhtim, ai do ta kompenzon me ditët e njëjta, numrin e njëjtë të ditëve në një kohë tjetër, lehtësim. Nuk është vështirë domethënë. Prandaj kur e thot ayyaman ma'dudat, ditët të numëruara, duhet ta kujtojmë edhe këtë lehtësim. Në vazhdimin e ajeteve që flasin për agjerimin, Allahu po ashtu thot: "Yuridu Allahu bikumul yusr, wa la yuridu bikumul usr." Allahu për juve e dëshiron të lehtën, nuk e dëshiron atë që është e vështirë. Nëse vetëm dalemi, edhe e shohim se çka është në gjendje njeriu me bë, vetëm për ta kënaqur ndonjë epsh të tij, e shohim se kjo që e kërkon Allahu prej neve është diçka që është e mundshme, është e lehtë, edhe të na mundëson të ndihemi shumë më mirë dhe shumë më të qetë dhe shumë më pranë Allahut subhanahu wa taala. Duke folë me ajetin ditë të numëruara, Allahu subhanahu wa taala na e përkujton se kjo botë
Edhe pse neve na duket, jeta në këtë botë na duket e gjatë, se kemi kohë, dhe se kjo është një jetë e gjatë, realiteti i saj është se nëse ne mendojmë se jeta në këtë botë është e gjatë, realiteti është se ajo është e shkurtër. Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Njerëzit kur ta shohin tmerrin e xhehenemit, edhe kur ti përjetojnë vështirësitë e ditës së gjykimit, kur do t'i pyesin sa keni qëndruar në këtë botë, në dunja, sa është numri i viteve që keni qenë, ato të thonë labithna yawman, kemi qëndruar një ditë ose një pjesë të ditës. Para mendojni, dikush ka jetuar 70 vite, 80 vite, 90 vite, dikush 40 vite. Çato 40 vite do t'i duken sikur një ditë. Prandaj kur Allahu na thot ejame ma'dudat, mos u tmero, mos u shashtris o robi im, se jeta është kështu në këtë botë. Është i caktuar numri i ditëve dhe i muajve dhe i viteve që kime i jetu. E nëse je besimtar i vendosur, do t'i shfrytëzosh dhe nuk do të lejosh që dikush me t'i vjedh dhe me t'i largu prej teje. Dhe të dalësh në ditën e gjykimit me vepra që Allahu nuk t'i ka pranuar, edhe me lodhje amiletun nasibe tesla naren hamije. Njerëzit ditë e gjykimit dalin të lodhur nga puna që e kanë bo, por përfundimi i tyre ku ka me qenë? Në zjarrin e xhehenemit lafrues. Pse? Se nuk kanë qenë të kujdesshëm dhe të vëmendshëm të mbushin kohën e tyre dhe librin e veprave të tyre me vepra që Allahu i do dhe me vepra që Allahu xhelle shanuhu wa xhelle xhelaluhu i pranon. Allahu subhanahu wa taala duke folur për këtë thot wa yawma yahshuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan min an-nahar. Në ditën kur Allahu do t'i tubon njerëzit në mahsher, atëherë t'i duket se në dunja ka qëndruar vetëm një sahat. Një sahat, një orë, 60 minuta, sa'at min an-nahar, se një pjesë të ditës. Yata'arafuna bejnehum, që ta njohin njëri tjetrin. Qatë shkurt, sa kurse na mjafton që ta njohim njëri tjetrin, kush je, nga je, cila është familja jote? Prandaj besimtari duhet të ketë kujdes, të mos e lejon që ky muaj i bekuar i Ramazanit t'i largohet me mëkate, por të del prej muajit të Ramazanit me vepra të pranuara dhe mëkate të falura. Një ditë Gjibrili a.s. dy të dërguarit, i pari është dërguari në mesin e melajkeve që u sjell shpadjen pejgamberëve dhe i dyti është bula e pejgamberisë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Një ditë Gjibrili a.s. i thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "Ya Muhammad, men adraka shahra Ramadan famata falam yughfar lahu fa udkhila an-nar fa ab'adahu Allah kul amin." Thot o Muhammed, kush e mbrin, e arin muajin e Ramazanit, edhe pastaj i vdes, Ramazani i fundit, treni i fundit, pastaj thot nuk i falen gjunahet, do të thonë Ramazani nuk bëhet sebeb që Allahu t'ia falë. Në këtë muaj është muaj i falës së Allahut, çdo natë liron nga zjarri i xhehenemit numër të madh të njerëzve që e kanë merituar xhehenemin. Nuk i falet. Fa udkhila an-nar, dhe hyn në xhehenem. Fa ab'adahu Allah, Allahu e largoft. Larg qoft prej neve ai njeri. I tha Muhamedi a.s. thuaj amin. Duan kush e bën? Gjibrili a.s. Çfarë dua bën? Allahu e largoft prej neve këtë njeri i cili ka pas mundësi me emri muajin e Ramazanit, me jetu muajin e Ramazanit, dhe nuk ka bos sebeb që t'i falen gjunahet, dhe o bos sebeb që të hynë në xhehenem me veprat e veta. Këtë njeri e ka largu Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe kjo është humbësi, prej humbësve më të mëdhenj. Në këtë muaj, në të cilin
Allahu subhanahu wa ta'ala na I ka dhënë krejt kushtet, na I ka plotësuar krejt kushtet që ne të kemi vendosmëri dhe të jemi të përpikë në ibadet. Dyert e xhehenemit të mbyllura, dyert e xhenetit të hapura, shejtanët të prangosur. Ka do me akuzu ti tash? Unë e bëj gjunan, ka do me akuzu? Allah në një hadith kutsi thot, فَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. Kush në librin e veprave të tij gjen diçka që nuk I pëlqen, ne të mos e akuzon askënd përveç vetvetes së tij. Allahu në lut që të na mundëson një Ramazan nga I cili të dalim me mëkate të falura, me vepra të pranuara. Ramazan në të cilin do ta madhrojmë dhe do ta adhurojmë Allahun, Zotin ton xhelle shanuhu xhelle xhelalu. E bëftë për neve muaj I Kur'anit, muaj I përmendjes së Allahut dhe para se gjithash muaj I agjerimit të vërtet, pas të cilit do të jemi më të devotshëm dhe më afër Allahut xhelle shanuhu xhelle xhelaluhu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.